Mos harro të bësh subscribe. Do t'ju vi një fat që se keni parkur. Paulo Fox paralajmëron këto 8 shenja të bekuara. Kur një astrolog I njohur si Paulo Fox jep një paralajmërim të tillë, nuk kemi të bëjmë me një parashikim të zakonshëm, të përditshëm apo të lehtë. Kur ai thotë se do t'ju vi një fat që se keni parkur, bëhet fjalë për një lëvizje të madhe energjie, një ndryshim që shkon përtej rutinës së përditshme dhe që prek drejt për drejt rrjedhën e jetës së disa shenjave. Kjo nuk është thjesht një frazë e fortë, është një paralajmërim astrologjik që tregon një moment vendimtar ku qielli krijon një përqendrim të rrallë të fatit, të mundësive dhe të bekimeve. Në astrologji, ka periudha kur planeti lëviz pa bërë shumë shurm, dhe ka periudha kur lëvizjet e tyre krijojnë valë të fuqishme që ndryshojnë drejtimin e jetës së njerëzve. Ky titull flet pikërisht për këtë lloj periudhe, një moment ku universi nuk ofron thjesht përmirësim, por një fat të paprecedent. Diçka që nuk është parë më parë. Diçka që as vetë personi nuk e ka imagjinuar se mund t'i ndodhë, dhe kjo energji e rrallë prek 8 shenja të bekuara. Fakti që Paulo Fox paralajmëron është thelbësor, sepse ai gjithmonë flet për periudha që formohen nga kombinime të fuqishme planetare, si ndikimet e Jupiterit, fat, zgjerim, Venusit, dashuri, harmoni, Marsit, veprim, fitore, dhe Saturnit, qëndrueshmëri, struktura. Kur disa prej këtyre ndikimeve përputhen në mënyrë të jashtëzakonshme, krijohet ajo që quhet fati I papritur, jo fat I vogël, por fat që kthen jetën për mirë në mënyrë të dukshme. Ky fat që përmend titulli nuk është I thjeshtë, nuk është I përditshëm dhe nuk vjen tek kushto. Këto 8 shenja janë të bekuara sepse ndikimi që marrin është më I drejtë për drejtë, më I shpejtë dhe më I fuqishëm. Mund të jetë fat financiar, fat në dashuri, fat në punë, në vendime të rëndësishme, në projekte të reja, në stabilitet, në ndjenjen e sigurisë shpirtërore. Mund të jetë një lajm, një mundësi, një takim, një hapje e papritur, një shans I artë që vjen dhe kërkon vetëm një gjë, të pranosh. Kur themi fat që se keni parkur, ka të bëjë me faktin që kjo periudhë hap dyert që nuk kanë qenë të hapura më parë. Krijon zgjidhje për situata që kanë qenë të bllokuara për muaj të tërë. Sjell qartësi atje ku ka pasur mjegull. Jep një ngritje atje ku ka pasur stagnacion. Për disa nga këto 8 shenja mund të jetë fillimi I një cikli krejt të ri të jetës së tyre. Një fazë ku gjërat lëvizin shumë më shpejt se zakonisht, ku fati I vjen në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ku universi duket sikur I hedh një dritë të veçantë. Një moment I tillë është I rrallë dhe Paulo Fox nuk paralajmëron kot. Kur ai flet për bekim, ai flet për energji që transformojnë. Nuk ka të bëjë me fat të vogël apo me ndonjë të mirë të përditshme, por me një kthes, një thellim, një hapje që e ndërpret zinxhirin e ngjarjeve negative dhe shtyn personin drejt ngjitjes. Në shumë raste, ky fat vjen në mënyrë të qetë, në raste të tjera vjen me forcë dhe me shpejtësi, por te këto 8 shenja ai do të ndihet qartë. Dhe më e rëndësishmja është kjo, ky fat nuk vjen rastësisht. Ai vjen në kohën kur këto shenja janë më të gatshme ta pranojnë dhe ta përdorin. Nëse kanë punuar për diçka, ky fat e përforcon. Nëse kanë pritur një mundësi, ky është momenti I tyre. Nëse kanë luftuar me vështirësi, kjo periudhë I çliron. Nëse kanë qenë të bllokuar në heshtje, kjo lëvizje u jep hapësirë dhe frymëmarrje. Këto 8 shenja të bekuara janë në qendër të një cikli të ri astrologjik, ku fati merr formën e mundësive që nuk duhen humbur. Dhe për këtë arsye, kjo është thirrja më e madhe që shikuesit të jenë të vëmendshëm, të hapur dhe të gatshëm të marrin atë që universi po sjell. Tani është momenti të zbulojmë cilat janë këto 8 shenja që Paulo Fox paralajmëron si më të bekuarat dhe çfarë lloj fati po afrohet. Demi, bekimi që vjen si shpërblim I durimit të gjallë. Për Demin, ky fat që se ka parkur lidhet me stabilitetin dhe financat. Demi është një shenjë që punon fort, shpesh në heshtje, duke mbajtur peshë më shumë se sa duhet. Universi më në fund vendos t'i kthejë mbrapsht mundin. Një mundësi profesionale që duket e vogël në fillim hap rrugë të mëdha. Mund të vijë një rritje në punë, një ofertë, një pagesë e madhe, një kompensim apo një lajm që heq nga bara që e ka lodhur prej kohësh. Ky fat nuk është thjesht I rastësishëm. Ai vjen si rezultat I padurimit të duruar të Demit. Astrologu flet për një ngritje ku Demi jo vetëm merr lek, por merr edhe siguri, mbështetje, respekt dhe qartësi. Për disa Dem, ky fat mund të jetë një kthesë e madhe në karrierë. Universi I sjell Demit një ndjesi sigurie që nuk e ka përjetuar prej shumë kohësh. Ai heq dorë nga ankthi financiar dhe futet në një periudhë stabiliteti të rrallë. Ky është muaji I tij. Gaforja, fat emocional, fat familjar dhe fat shpirtëror që ndryshon jetën. Për gaforen, fati I papar lidhet me shpirtin, familjen, zemrën dhe marrëdhënien.
Paulo Fox paralajmëron se gaforja futet në një periudhë të mbushur me dritë të brendshme. Mund të ketë një pajtim, një qartësi në dashuri, një afrimitet që shëron, apo një moment ku dikush I jep atë që ka kërkuar për shumë gjallë. Fati I gafores është shumë emocional, I thellë, I butë dhe transformues. Mund të marrë një lajm që e ndryshon gjendjen e saj shpirtërore. Mund të gjejë një rrugë të re dashurie, mund të krijojë një lidhje më të fortë ose të marrin stabilitetin familjar që ka munguar. Për gaforen, ky fat është më shumë se sukses, është shërim dhe kthesë e ndjenjave. Një ndjenjë paqeje që nuk e ka ndjerë prej vitesh vjen drejt saj. Luani, fati I madh I suksesit, njohjes dhe rritjes personale. Luani merr një nga energjitë më të forta të këtij grupi. Fati I tij I papar lidhet me shkëlqimin personal dhe suksesin profesional. Mund të ketë një ngritje të madhe në punë, një njohje, një vlerësim, një mundësi që e vendos në qendër të vëmendjes, apo një fitim të madh që lidhet me projektet e tij. Luani hyn në një fazë ku mund të ndryshojë statusin e tij profesional. Mund të marrë një rol më të madh, një ofertë të fortë, një projekt të rëndësishëm, apo një mundësi që e çon në një nivel më lart se sa ka imagjinuar. Energjia e tij është magnetike. Luani këtë periudhë duket sikur tërheq njerëz, mundësi dhe fitime vetvetiu. Astrologu e vendos Luanin në listën e shenjave që marrin fat të drejtë për drejtë dhe të shpejtë, një fat që ndryshon ritmin e jetës së tyre. Virgjëresha, fati I qartësisë, hapjes së rrugëve dhe stabilitetit të munguar. Për Virgjëreshën, fati I papar është një lloj qartësie e fortë që vjen pas një periudhe konfuzioni. Astrologu paralajmëron se kjo shenjë do të gjejë zgjidhje për gjërat që kanë qenë të bllokuara. Mund të ketë një kthesë në punë, një vendim të rëndësishëm që e çon drejt suksesit, apo një lajm që I ndriçon rrugën e ardhshme. Në punë dhe financa, Virgjëresha gjen strukturë dhe stabilitet. Mund të marrë pagesa, të rregullojë borxhe, ose të gjejë një mundësi që e ka kërkuar për kohë të gjatë. Në shpirt, ajo merr siguri dhe qetësi. Ky fat nuk është I zhurmshëm, është I saktë, I qëndrueshëm dhe I qëllimshëm. Një periudhë që I jep kontroll mbi jetën. Peshorja, fati I ekuilibrit, bashkëpunimit dhe hapjes së dyrave të reja. Peshorja merr një bekim që lidhet me marrëdhënie dhe bashkëpunime. Paulo Fox paralajmëron se peshorja hyn në një moment ku njerëzit e duhur I afrohen. Mund të ketë një bashkëpunim profesional që sjell lek, një marrëveshje të rëndësishme, një lajm nga puna, apo një mundësi që hap dyrë të reja. Fati I peshorës është I butë por I fuqishëm, vjen përmes njerëzve, përmes komunikimit, përmes marrëdhënieve që përputhen në kohën e duhur. Ekonomikisht, peshorja merr stabilitet. Mund të ketë fitime, mund të ketë pagesa, mund të ketë mundësi të reja që e çojnë në një nivel më të lartë. Energjia e saj harmonizohet dhe e çon drejt suksesit. Akrepi, fati I transformimit dhe I ngritjes së fuqishme. Akrepi hyn në një nga periudhat më të forta të vitit. Ky fat I papar lidhet me ndryshime të mëdha, transformim, ngritje, fitime, projekte të reja dhe zgjidhje që vijnë me shpejtësi. Akrepi ka qenë në një periudhë të rëndë emocionale dhe shpirtërore. Tani vjen momenti I tij I kthesës. Mund të marrë një mundësi të madhe pune, një lajm për fitim, një sukses të papritur, apo një vendim që e çon drejt një rruge të re. Akrepi hyn në një fazë ku e ndjen se gjërat po ndryshojnë në favorin e tij. Fati I tij është I fortë, dramatik dhe transformues, një ndryshim që nuk kalon pa u vënë re. Shigjetari, fati që shpërthen papritur dhe sjell zgjerim të madh. Shigjetari është një nga shenjat që merr më shumë fat të menjëhershëm. Astrologu paralajmëron që shigjetari do të ketë një shpërthim të vërtet mundësish. Mund të marrë lek, të fitojë nga projekte, të ketë oferta, të hapë dyrë të reja dhe të futet në një cikël të ri të zgjerimit personal dhe profesional. Ky fat është I çuditshëm për shigjetarin sepse vjen në mënyrë të shpejtë, pothuajse bujare, pa shumë mundim. Mund të jetë një telefonat, një mesazh, një takim, një rast që ndryshon lojën. Shigjetari do të ndjejë një rritje të vetbesimit dhe një dritë të fortë që I çon gjërat përpara. Peshqit, fati I butë, hynor dhe emocionalisht I fuqishëm. Peshqit marrin një fat që nuk është me shumë zhurmë, por është I thellë dhe shpirtëror. Paulo Fox paralajmëron se peshqit do të përjetojnë një moment ndriçimi, frymëzimi dhe rritjeje emocionale që u hap rrugë të reja edhe në financa, edhe në marrëdhënie. Mund të vijë një mundësi që lidhet me punën, një pagesë, një rritje apo një mundësi me kreativitet. Peshqit marrin qetësi, forcë dhe bekim, një fat që ndryshon mënyrën se si ata e shohin veten dhe të ardhmen. Këtu mbyllet parashikimi I astrologut Paulo Fox për 8 shenjat që marrin këtë fat të jashtëzakonshëm, një fat që nuk është I zakonshëm dhe nuk është I përditshëm.
Fakti që jeni këtu dhe po e dëgjoni deri në fund tregon se jeni duke kërkuar qartësi, shpresë ose një mesazh që lidhet me rrugën tuaj, dhe ky është momenti i duhur për të reflektuar. Kur thuhet fat që se keni parë kurrë, nuk është fjalë e tepërt. Bëhet fjalë për një lëvizje energjie që mund t'i ndryshojë ritmin e jetës suaj, dhe kjo periudhë kërkon vëmendje, hapje dhe guxim. Nëse shenja juaj ishte në listën e 8 shenjave të bekuara, merreni këtë si një sinjal të qartë që universi po ju thërret të lëvizni, të pranoni mundësitë dhe të mos i shmangeni rrugës që po hapet para jush. Fati nuk punon vetëm kur ju uleni dhe prisni, ai punon kur ju jeni gati ta takoni në gjysmën e rrugës. Ky parashikim nuk është vetëm një lajm, është një udhëzues për të kuptuar se gjithçka që keni kërkuar mund të fillojë të marrë formë tani. Por edhe nëse shenja juaj nuk ishte mes këtyre 8-ve, mos mendoni se jeni jashtë energjisë së mirë. Fati i madh i këtyre shenjave krijon një valë energjie që prek edhe të tjerët. Shpesh, një mundësi e vogël që vjen për dikë tjetër, hap një portë edhe për ju. Energjia e kësaj periudhe është e gjerë, e hapur dhe e fortë. Mjafton të jeni të vëmendshëm ndaj sinjaleve që universi ju dërgon, një fjalë, një lajm, një ide, një takim i papritur, të gjitha mund të jenë fillimi i fatit tuaj. Tani, dua që secili prej jush të bëjë një gjë të thjeshtë. Shkruani poshtë në komente shenjën tuaj. Kjo nuk është thjesht një pyetje, është një mënyrë për të krijuar një moment energjie me universin. Kur deklaron shenjën tënde, është sikur thua, po, jam këtu dhe jam gati për atë që më takon. Ky hap i vogël hap një valë pozitive që shumë njerëz nuk e kuptojnë derisa e provojnë. Nëse kjo video ju dha qetësi, shpresë ose një lloj motivimi për ditët që vijnë, ju ftoj të abonoheni në kanal. Këtu çdo ditë gjeni parashikime, analiza të thella dhe energji që ju ndihmojnë të kuptoni më mirë veten dhe rrugën e jetës tuaj. Bashkë krijojmë një komunitet ku çdo shenjë ka vendin e vet dhe ku çdo person mund të gjejë diçka që i shërben.